Normaliteti në ekonomi është në një shkallë mos ta quaj të vogël, por një shkallë që pretendohet që është e lartë. Do thonë, edhe në shoqëritë ku prania e keshit është e madhe, aty mund të ketë tendenca edhe të shpërlarjes së paras. Zoti Pushkolli, ka disa raportime në Kosovë që analizat e cilat pretendojnë që në Kosovë është lehtë me shpërla para. Si njës i fushës, çka mendoni? A ka mundësi që në Kosovë mu shpërla para? Po, fillimisht dua të them se çka nënkuptoj me shpërlarjen e paras si fenomen, është që është i përhapur në tërë botën, kështu që edhe Kosova nuk mund të jetë e përjashtuar nga ky fenomen global, apo ta quajmë më mirë problem global. Shpërlarja e paras bëhet në forma të ndryshme dhe fillon duke akumuluar fonde të ndryshme nga aktivitetet jo ligjore, siç është për shembull korrupsioni i lartë, mandej informaliteti në ekonomi, trafikimi me qenie njerëzore, me drogë, me armë dhe shumë dekuri tjera negative, nga të cilat përfitohet, dhe këto mjete mandej me anë të transakcioneve të ndryshme konvertohen që të duken si të lehtëshme. Nuk janë të lehtëshme, por vetëm ka tendencë të paraqiten si të lehtëshme. Në Kosovë, fillimisht po ashtu po dua të them që në Kosovë ka avancuar edhe infrastruktura ligjore në këtë drejtim. Kemi një ligj të përpiluar në bazë standardeve ndërkombëtare, kemi teknologji të avancuar në institucionet financiare, duke përfshirë edhe bankën qendrore, të cilat mirën me monitorimin e transakcioneve ndërkombëtare, se duke pas parasysh globalizimin, kemi transakcione shumë komplekse viteve të fundit, të cilat e vështirësojnë jo vetëm në Kosovë, por në gjitha vendet e botës zbulimin e këtyre transakcioneve. Për numrin dhe çfarë vlere mund të jetë në Kosovë nuk mund të them, por besoj që ka vend të përmirësohet në infrastrukturë ligjore, por më tepër në zbatueshmëri të ligjit. Ku i shihni ju vrimat e zeza ku mujnë mu shpërla parat në Kosovë, në cilët sektor të ekonomisë? Kosova nuk dallon prej vendeve tjera ku bëhen këto lloj shpërlarje të parës. Fillimisht mund të them se është një industri shumë që fokusohen këta keqbërës të quaj apo kriminal, fokusohen në industri të ndërtimit, në patundshmëri, mandej ka biznese fiktive që krijohen, por edhe transakcione fiktive brenda bizneseve të lehtëshme. Informaliteti në ekonomi është po ashtu, ka mandej edhe transakcione të ndryshme bankare, sidomos edhe viteve të fundit, ka dukuri edhe nga përhapja dhe shitbljera e kriptovalutave të ndryshme. Për me kuptu publiku i thjesht, qysh më rrinë më shpërla paret nëse ndërtohet një objekt banesor? Në aspektin ligjor që kemi ne këtu në Kosovë, nuk është e lehtë. Domethënë se kemi mjaft institucione të cilat mirën me këto çështje. Edhe kemi doganën e Kosovës, kemi administratën tatimore, kemi njësinë për inteligjencë financiare, kemi bankën qendrore, kemi banka tjera komerciale. Pra kemi këto të sigurisë, të institucionet të sigurisë publike që janë në përgjithësi, mos t'i veçoj një nga një. Kështu që ka shumë institucione të cilat e vështirësojnë këtë dukuri. Por, që thash edhe më parë, nëse fitohen prej dukurive të ndryshme negative, ka tendencë në blerjen e patundshmërive, në blerjen e banesave, në blerjen e çfarëdo prone të ndryshme, për mandej që të duken këto që si të lehtëshme dhe mos ketë probleme në aspekte tjera. A mundet mu ndërtu një objekt banesor me krejt pagesat në kesh? Jo, faktikisht
nuk është e mundur, unë nuk besoj që është e mundur. Ne njohim fenomenin e kompenzimit, si fenomen i cili mundson shpërlarjen e parave. Tu kompenzu me kompanitë të cilat paguajnë cash, a mundet më ndërtu krejt banesa? Faktikisht legjislacioni tatimor në Kosovë, që është në bazë ligjit mbi procedurat tatimore, nuk mund të ketë transakcione cash mbi vlerë 300 euro. Kështu që ndodh ndonjë transakcion nuk mund të them, por infrastruktura ligjore ka nevojë dhe duhet të zbatohet në përshtatshmëri prej organeve të cilat janë të thirrura për këtë qëllim. A mundim na tregu prej përvojës juaj në kontabilitet? Ku vreni vrimat më të mëdha ku mundet mu vendos parja cash në Kosovë? Po faktikisht parja cash në Kosovë nuk është e mundur të vendosë vetëm, por aspekti duhet të shikohet edhe informalitetin në Kosovë. Informalitetin në ekonomi është në një shkallë mos ta quaj të vogël, por një shkallë që pretendohet që është e lartë. Do të thonë, edhe në shoqëritë ku prania e keshit është e madhe, aty mund të ketë tendenca edhe të shpërlarjes së paras. Pra duhet të punohet në drejtim të kanalizimit të keshit nga ekonomia informale në sistemin bankar, pra që të gjitha transakcionet të kryen sa më shumë në institucionet komerciale që prej përvojës tuaj, a ju ka ra me pa bizneset të cilat kanë falimentu për shkak se bizneset tjera kanë mri me shpërla parë? Unë nuk di ndonjë rast, por si fenomen, ideja është aty që nëse investohet në një biznes fiktiv apo në transakcione fiktive, atëherë kjo e dëmton shumë konkurrencën e lirë. Kompanitë të cilat punojnë në mënyrë të lehtëshme e humbin atë avantazhin që e kanë në treg prej ndikimit të këtyre kompanive. Dhe këto kompani me këto transakcione apo me shërbimet të cilat i kryjnë, mund të krijojnë një pozitë më të mirë në tregun e punës që ata kryjnë biznes, dhe kjo ndikon mandej edhe në financat publike, sepse të ardhurat që krijohen prej bizneseve të lehtëshme do të jenë më të ulta. Dhe në momentet kur tatimet janë më të në vlerë, janë më të vogla për shkak të pranisë së shpërlarjeve apo mos pagesës së tatimeve apo nga informalitetin në ekonomi, atëherë qeveritë në kësaj raste, jo vetëm vendin tonë, por në shumë vende të botës, për me mbulu vakumin që krijohet nga mospagesa e taksave apo ekonomisë informale, detyrohen që të ngrisin taksat, tatimet, dhe në këtë aspekt mandej dëmtohen qytetarët dhe bizneset e lehtëshme. Është një përshtypje kolektive, një narrativ kolektive që pretendon që vendi jonë duhet me toleru shpërlarjen e parë për shkak se kjo mundet me zhvillu vendin. Konveshtrimin ekonomik. Jo, absolutisht kjo nuk është e vërtet. Kjo e dëmton shumë ekonominë e vendit, edhe keni parasysh se nga këto transakcione krijohet edhe imazhi i një vendi. Dhe nëse, për shembull, Kosova të ketë një imazh të tillë, atëherë keni parasysh se vendet e huaja perëndimore, bizneset perëndimore, nuk do të kenë interes që të investojnë në Kosovë, por edhe në vende tjera ku shpallet ky fenomen, sepse kanë të pamundur të menaxhojnë një situatë të tillë. Prej përvojës prej vendeve të rajonit, shpjegohet që rritja e çmimit të banesave tregon sinjalin e parë që aty janë të investu para të kundërligjshme. Për shkak se po shpjegohet si fenomen ku bizneset e kundërligjshme e rrisin vlerën jashtë tregut. Në Kosovë jemi të po ashtu rritje të vlerës së banesave dhe jemi të po shumë banesa të cilat nuk jeton kërkush në to. Unë mendoj se çmimet si të banesave si çdo produkti tjetër bëhet nga oferta dhe kërkesa në treg. Në anën tjetër mund të ketë faktorë të tjerë që ndikojnë, por bazë kryesore në ekonomitë të tregut është oferta dhe kërkesa. Në cilë sektor tjerë përpos ndërtimit ju shihni problematike ose mundësi
që parja e ndotur me u fut edhe mu vendos në tregun tonë? Po në çdo lloj biznesi mund të ketë interes ku qarkullimi i mjeteve të tilla është më i vështirë për të zbuluar. Pra, kjo nuk përjashton që ndonjë fushë apo ndonjë industri që mos paraqiten tendenca për të shpërlar mjetet, normalisht pretendohet aty ku është fitimet më të larta dhe më të shpejta. Por besoj që me forcimin e infrastrukturës ligjore, por edhe bashkëpunimin mes institucioneve kombëtare që i kemi këtu në Kosovë, doganën e Kosovës, ATK-n, Bankën Qendrore, monitorimin e transakcioneve nga Njësia e Inteligjencës dhe institucionet financiare, besoj që do ta vështirësojnë këtë problem, që këtë fenomen ta zvoglojnë sa më shumë, por në anën tjetër nevojitet edhe një bashkëpunim shumë i madh me shtetet e ndryshme, me organizata ndërkombëtare për shkak kompleksitetit të transakcioneve bankare që mund të ndodhen në një vend. Në rajon, llogaritet që krimi organizuar në Shqipëri ka shumë pare, krimi organizuar në Malxhi ka shumë pare dhe po vlerësohet si rrezik që edhe këto pare me arën Kosovë. A mendon që mund me qenë edhe rrezik për demokracinë tonë në rast se kemi grupe kriminale që investojnë pare në vend, për shkak se ata marrin edhe ndikim? Unë besoj që funksioni në bazë të ligjeve që i kemi në Kosovë, funksioni i institucioneve të ndryshme, forcimi i tyre, nuk do ta lejonte që të vinë mjete të tilla edhe në Kosovë në formë ndoshta sikur në vende tjera që pi përmendni ju. Por ideja është që të ketë një bashkëpunim pra edhe me vendet e rajonit, po edhe me organizata të ndryshme që të ulet kjo tendencë e shpërlarjes së paras në vendin tonë.